Par momentin Drenoli, Njazi Kryeziu edhe Gazmend Halilaj. Një moment që me një farforme pushtoi mediat, që është edhe ato sociale edhe gjithë ato, se di Gazeta Blica e ka nxjerrë ama e le ta ndjejmë këtë moment. Që ka po hajrin këtij sistemi drejtësisë së lëvizja kriminaleve të vendosur. Kriminale të vazhdojnë, nuk është pjesë e debatit tem. Një njeri që unë zonë telefonata në pronto e që komplet një parti politike kriminale. Jo, me mujon debat. Nuk jemi në kuadër debatit. Të një që beja sojë se vazhdo që e kriminale. Që kriminale si? Që kriminale. është more, është turp. Absolutisht turp. Absolutisht nuk mund të thuaj. Televizorin o vlla, që s'jem ka shumë për gjo. Që ka po hajrin këtij sistemi drejtësisë së lëvizja kriminaleve të vendosur. Ja, lëvizje kriminale, zote Ka dalë një minutë. Ja, kjo është e rëndë. Nes mund të thuash lëvizje kriminale. Kanë policisë, kanë sulmuar institucionet, kanë përgjigjur policinë. Gjithë ata të cilët e kanë bërë një gjë të tillë, ata janë përgjigjur para drejtësisë. Kriminale të vazhdojnë, nuk është pjesë e debatit tem. Një njeri që unë zonë telefonata në pronto e që komplet një parti politike kriminale. Jo, me mujon debat. Nuk jemi në kuadër debatit. Të një që beja sojë se vazhdo që e kriminale. Që kriminale si? Kanë bërë fillim ligjit. Që kriminale. është more, është turp. Jo, absolutisht nuk mund të thuash. Nuk mund të thuash. S'kërkon fale, nuk me vazhdu debatin. Po prit. 42% para një muj supos që kanë votu kriminale. Këtë debat në Vetëm pak, zoti Drenoli, vetëm pak, zoti Kryeziu është vetëm pak, nuk mund të thuhet lëvizje kriminale, është e papranueshme, po jo është e papranueshme, se nuk e ka thënë atë. Okej, me kthejmë direkt se me patëm televizorin zi se dinim kush është ndalje, regjia, pas parasysh edhe pjesa tjetër e teknikës. E tani do të rikthejmë tek Çollaku i cili ka qenë duke shikuar futboll në atë moment. Mu më thanë që ata që kanë qenë duke shikuar futboll ja ka zënë syrin kjo situatë, ky segment, nuk e di si. Ka drejnore ajo? Ka shku. Shumë mirë, ka bërë spektakël i mirë. Spektakël po thotë, ja? Ka pak nevojë me bë filma krejt. Ty të kemi krye filmagji, mas nëjna na ka pak shtë ndikon për ti. Si të do kjo? Kjo film të do kë Çollak ty, ha? Matoshi nuk e ka guximin e drejnorit, sa kjo ka një herë i shu, por kjo është pak më i vjetër i vija keq. Jo, Matoshi Çollak teja justifikon këtë të drejnorit që është ngritur. Po shumë mirë ka bë pak spektakël edhe drejnori djalë i ri, ka pak nevojë edhe më kanë pak atraktiv. Po shumë mirë ka bë. Po, ha? Tash mas nëjna tjerët janë ambicie. Që do të jo? Prit Halil të dëgjojmë një herë Çollakun se... Matoshi është. Po, prit. Ka shumë energji, po nuk e ka guximin e zotit drejnori. Se ka Po drejnori, do më thënë, është që një 2 muaj në studio, po drejnori është e marrën atë sistemin që më kanë në qendër të vëmendjes. Edhe që del për studios edhe bën ka pak çdo spektakël, që është shumë mirë, edhe në momentet e caktuara kur spajtohet del për studios. Po mendoj që na kem pas situata edhe më të rënda, edhe kem pas linçime, etiketime prej shumë ballë politikanëve, po jemi përballë me argumente. Kanjëherë na kanë ofendu, edhe na kanë thënë ashtu që keni lujt, qoftë sidomos Matoshit, për shkak se ky ka bërtit më shumë, po mendoj që nuk është... Ka bërtit argumentueshëm. Mendoj që ne që jemi kështu më të shpesh në studio, nuk është mirë me dalë për studios. Drejnori na shte se kam pas storyn krejt, po mendoj që është ndiku... Po edhe Andi Bushati që me njerë mbas drejnorit doli nga studio dhe... Po ata që njës këtë filmagji janë. Dhe më thana jemi ma pak Albinin e kemi krye filmagji, mas ne vjen kushtrimi dhe në tjerë kështë shumë... Kushtrimi po amortizon në regulli. Kushtrimi... Drenor, kushtrimi është krye filmagji. Kur në bënë mojë filmagji, ke i bje që ne kemi projektua dhe... Kjo së është të vërtit zonja zoti, kjo shpifje... Kjo shpifje. Në këtë studio distancohem nga mendimi i veçantia e politikës zonja dhe zotëri, përndysh ju mund të na shkruani për këtë dhe unë natyrisht... Këto ka pas,